Mësimdhënës të shkollës Universitetit të Prishtinës, prindër e nxënës, u mblodhën këtë të premte në gjimnazin e specializuar matematikor. Nën intonimin e himnit shtetëror e atij kombëtar, nisi edhe shënimi i ditës së shkollës, e ditës së numrit pi. Para të pranishmeve foli drejtoresha e këtij gjimnazi, Farie Latifi Retkoceri, e cila përmendi sfidat e suksesit gjatë rrugtimit 11 vjeçar të kësaj shkolle. Ky përvjetor i shkollës, që do të thotë 11 vjetori, nuk është thjesht një numër, por një dëshmi e rrugtimit, një histori e mbushur me përpjekje, sfida dhe suksese të jashtëzakonshme. Gjatë këtyre viteve kemi dëshmuar se talenti dhe përkushtimi janë forcat shtytëse e këtij institucioni. E ditën e hapjes së gjimnazit e kujton shumë mirë edhe profesori Muhib Lohaj. Kur e themeluam gjimnazin e specializuar matematikor, qëllim parësor kishin mbështetjen e zhvillimit e të përparimit të matematikës dhe aplikimeve të saj. Në realizimin e këtij qëllimi, përpos angazhimit të profesorëve të departamentit të matematikës dhe të UP-s në mësimdhënie, ka qenë edhe një angazhim i vazhdueshëm i tyre përmes shoqatës së matematikanëve të Kosovës. Që matematika nuk ka qenë lënda e tij e preferuar, e tha ish komandanti i UÇK-s, Hisem Berisha, i cili këtu ishte thirrur si përfaqësues i kryesisë së prindërve. Mirë po, ai ndau një histori gjatë luftës, kur e kishte kuptuar rëndësinë e kësaj shkence. Matematikën e kom kuptuar se është marrë në rëndësishme gjatë luftës. Na sollën një top të madh obuz që godeste në 22 kilometra, mirë po, që bani goditje në 15 kilometra, asë nuk shifshim objektivin, vesh në tragojra në shazimit dhe të shkolla në Belen. Prej përshara që dushke në godit, në harë. Mes tjerash, nxënësit prezantuan edhe eksperimente kimike që kishin përgatitur. Këto kemi peroksid të oksigjenit. Gjatë ceremonisë, u ndan mirënjohje mësimdhënësve, nxënësve, si dhe mirënjohje për punën një dhurua edhe drejtoreshës së gjimnazit. Ceremonia përfundoi me disa pika artistike.